edhe pushtuesi në Egër do të bënte përpjekje të maskonte një veprimtari të tillë armiqësore, poshtruese ndaj qytetarëve të një vendi, me të cilin ju zotoj sot se do ta krijoni mburojnë për Edi Ramën dhe organizatën e tij kriminale të vjedh dhe të vazhdoj të vjedh. Kjo që bëni është një krim i madh ndaj kushtetutës dhe shtetit ligjor. Kjo që bëni ju është goditja fatale, mortale e shtetit ligjor në Shqipëri, e interesave të çdo qytetari shqiptar. Është jashtë çdo lloj konceptimi. Në një kohë kur kjo kushtetut parashikon jo në një rast, por në 4 ose 5 raste pezullimin dhe ju tani ata të cilëve kushtetuta u përcakton pezullimin për të mbrojtur Edi Ramën, për të mashtruar shqiptarët se ligji nuk e keni vetëm për Edi Ramën, i fusni burojnë e antipezullimit. A e kuptoni mor sa qesharak bëj mor? A e kuptoni mor që ky është një gjë e pa imagjinueshme apo jo? Po të gjithë këta që keni futur ju, këta pezullohen me kushtetut. Dhe ju kërkoni me procedurë ti blokoni atyre pezullimin. Pse? Sepse Edi Rama nuk ka të ngopur në vjedhjet e tij. Ja, sot keni përlindin ligjin e lindave. Ai është ligji i lindave. Po, i lindës së Surrelit dhe i lindës së Akshit. Po ajo Akshit është një dordoles para lindës së Surrelit. Duhet që ta marrin tani, një minutë. Duhet që ta marrë tani privatisht Bazhenaku, tendrat, ato që i mirëte me pengmarrje, tani do t'i marrë me ligj tendrat e Akshit. A jeni çmendur apo unë i thash dhe atij është lopë çmendur. Po çfarë të them unë ju? Ai një lloj si tek Popesku. Ju prek me theçk edhe ju bën si vetja. Edhe ju kështu jeni bëra më ta apo jo. Baroni Kalin. A jeni shqiptar, si jeni shqiptar? Këtu mbyllen diskutimet procedurë. Zona Çavushi, ju e keni kërkuar. Mirë.